Jemi rikthyer drejt për së drejti në hapësirën tonë informative sot live në Shqipëri në ekranin e Report Televizion. Do të zhvilloj një intervistë në këtë moment me deputetin e Partisë Socialiste, bashkëkryetari i Komisionit të posaçëm për reformën territoriale, zotin Arbian Mazniku. Zoti Mazniku, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Zoti Mazniku, rishikimi i hartës së re territoriale, pse është i domosdoshëm? Ne kemi një hartë e cila për herë të fundit ndryshoi në 2015. Reforma 2015-s duhet të kujtojmë qytetarëve që ndryshoi numrin e bashkive dhe komunave të vendit nga 373 në 61, i cili ishte një bashkim tej masi domosdoshëm për kohën dhe i cili i ka sjellë një seri dobish të mëdha sistemit të pushtetit vendor, duke rritur pothuajse dyfishuar buxhetin e bashkive, duke trefishuar volumin e investimeve, duke përgjysmuar sasinë e financimit nga buxheti i bashkive që shkon për paga dhe duke përmirësuar në mënyrë masive mënyrën se si ofrohen shërbimet. Por në dritën e një seri problemesh që ne kemi tani më, që kanë të bëjnë kryesisht me faktin që si që ndodhi sot që u hap grup kapitulli i fundit, një ndër to është një kapitull që u hap sot shumë i rëndësishëm, është kapitulli i kohezionit social dhe fondeve strukturore, që është një ndër programet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian në raport me mbështetjen e zhvillimit territorial. Ne na duhet që të kemi bashki të afta që të funksionojnë në një nivel të qëndësishëm raport me Bashkimin Evropian. Kjo do të thotë që në krye të pak viteve, kur Shqipëria të jetë anëtare e Bashkimit Evropian, na duhet bashkitë të cilat kanë kapacitetet për të konceptuar, shkruar, aplikuar, marrë përfituar nga Bashkimi Evropian, por dhe zbatuar në standarde europiane të një seri projektesh të rëndësishme për territorin e tyre. Që do të thotë duhet që të kenë njerëzit e dur, kapacitetin e dur, strukturat e dura. Një pjesë jo e vogël e bashkive tona sot është vërtetë nuk ja dalin dot që të kenë stafet që duhet të kenë arkitektë që duhet të kenë inxhinierë që duhet të kenë punonjës social që duhet të kenë juristët apo financierët që duhet të kenë, si lloje ndryshimeve territoriale qofshin këto dhe demografike. Ndaj dhe ne më shumë se sa ndryshim të një harte territoriale, kemi nevojë që të vlerësojmë kompetencat që bashkitë kanë dhe të shohim një mënyrë më të mirë për përputhjen midis kompetencave, financave dhe burimit njerëzor. E di pse thash se për të kthyer te 2015-a, ju e thatë, ne kishim 371 njësi ku shërbenin 21.000 punonjës dhe aktualisht sot me 61 bashki shërbejnë 39.000 punonjës dhe ne kemi bashki cilat një pjesë e tyre janë me borxhe të mëdha. Tani, çështja e numrit punonjësve është një çështje e cila në fakt keq përdoret politikisht. Në qoftë se në një bashki të caktuar shtohet një kopsht i ri, pa dyshim që në atë kopsht do të ketë më shumë edukatore, më shumë pastruese, më shumë kuzhinierë dhe më shumë staf. Nuk mund të ofrohet më shumë shërbim me më pak njerëz. Dhe është një gjë tjetër të kemi staf më shumë që ofron shërbime. Nëse ne duam që qyteti të jetë më i pastër, do duhet të ketë më shumë njerëz që merren pastrimin e qytetit. Nëse duam që të shtrohen më shumë gropa, duhet më shumë njerëz që të merren me shtrimin e gropave. Nëse duhet pastrojnë më shumë kanale kulluese apo vaditse, duhen njerëz që operojnë makinat apo shtrojnë kanalet e kullimit vaditjes. Pra, numri i njerëzve nuk është një qëllim në vetvete nëse njerëzit janë duke ofruar një shërbim. Ç'është e rëndësishme është që të mos ketë njerëz që janë pjesë e aparateve, pjesë e strukturave politikbërse, ata që merren me, le të themi, që rrinë zyrë dhe që shkruajnë. Numri i njerëzve të rritur gjatë kësaj kohe në strukturat bashkiake ka të bëjë me rritjen e shërbimeve. Ç'është e rëndësishme për të thënë është që në vitin 2015 kur është bërë reforma territoriale, 70% e fondeve që bashkitë kishin në dispozicion shkonin për paga. Sot 43% e fondeve që bashkitë kanë shkojnë për paga. Kjo është treguesi i rëndësishëm, nuk është çështja e numrit. Nëse do shtohen çerë dhe kopshtet, nëse do shtohen të reja, do shtohen njerëzit, nuk është qëllim numri, është qëllim shpesh zen financimi i njerëzve në raport me punë. Zoti Mazniku, cilat janë propozimet e shumicës për këto ndryshime? Do të kemi më pak bashki, do të kemi një rishikim, le të themi, të qarqeve? Dgjoj, unë besoj që nuk është qëllimi vetvete të merremi me hartën. Nuk kuptoj që njerëzit e kanë më kollaj të kuptojnë, të mendojnë për numrat, themi më pak bashki, më shumë bashki. Unë mendoj që duhet ta fillojmë ushtrimin nga kompetencat. Pra ne do të themi si do bëhet menaxhimi i ujit dhe si bëhet më mirë. Si bëhet menaxhimi i territorit dhe si bëhet më mirë. Si do bëhet menaxhimi i mbetjeve dhe si bëhet më mirë. Si bëhet ofrimi i shërbimit çerë dhe kopshteve dhe si duhet bëhet më mirë. Si bëhet pastrimi i qytetit dhe si duhet bëhet më mirë. Të merrem me secilin prej kompetencave dhe të kuptojmë qartë
A ja dalin bashkitë sot ta ushtrojnë këtë kompetencë? A kanë mjaftueshëm financa, a kanë mjaftueshëm njerëz, apo duhet të krijojmë një sistem të ri që ky shërbim të ofrohet në mënyrë më të mirë të mundshme. Pastaj ushtrimi i territorit është një nën-produkt i cili del në mënyrë të logjikshme si pjesë e kësaj analize. Dhe e rëndësishme është që ne të fillojmë bëjmë një diskutim publik, duke dalë në sparring territor, duke shkuar në çdo bashki, duke bërë një bisedë sinqert me gjithë njerëzit për të siguruar që kompetencat që bashkitë sot kanë, po ushtrohen siç duhet dhe që bashkitë i kanë mjetet e duhura për t'i ofruar këto kompetenca. Po, si do i bëni këto dëgjesa? Do i bëni së bashku me anëtarët e tjerë të opozitës? Opozita, për shembull, më herët ka thënë që është pro numrit më të lartë të bashkive. Sërish, nëse fillojmë dhe futemi në diskutim me paramendime më shumë apo më pak, atëherë mund të ngecim një diskutim pa fol për shqetësimin e hallet e qytetarëve. Unë besoj që qytetarët e çdo bashkie nuk kanë një shqetësim thelbësor me duan më shumë apo më pak bashki. Secili njeri në territorin e Shqipërisë, ai do që ke lagja vet, t'i pastrohen më mirë mbetjet, t'i ofrohet një shërbim më i mirë çerë dhe kopshte, t'i vi ujë në mënyrë më të qëndësishme, t'i riparohen rrugët apo t'i shtrohen kur janë të pashtruara, t'i riparohen kur dëmtohen, të ketë shërbim social në zonën ku jeton ai, të ketë shërbim për strehim në zonën ku banon ai. Pra, çdo njeri do t'i ofrohet shërbim në territorin e tij. Dhe nuk është shqetësimi i njeriu ja ofron këtë shërbim 62 njësi, 61 njësi, 65 njësi apo 30 njësi. Pra ky është një diskutim që duhet ta bëjmë politikbërësit në raport me cili është mekanizmi që ofron më mirë shërbim qytetarëve. Nëse këtë e kthejmë në një lojë kungulleshkash, jo kaq, po pse aq, po kaq, atëherë nuk shkojmë larg me këtë ushtrim. Ndërkohë që nëse bëjmë një ushtrim të nisur nga shqetësimi dhe problemet reale që njerëzit kanë, atëherë mund dalim një konkluzion i cili të jetë më afër shqetësimit që qytetarët kanë. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë, unë besoj që s'duhet mbeti me asnjë shqetësim që është në thelb kthehet shqetësim elektoral. Nëse diskutimi është të bëjmë më shumë bashki, që ne të fitojmë në një bashki më shumë, ky s'mund dhe s'duhet të jetë një argument i opozitës. Pak rëndësi ka, besoj unë, si ndodh ushtrimi elektoral, e rëndësishme është që ne t'i ofrojmë shërbim qytetarëve. E thash të pyetje, Mazniku, pa hyrë le të themi në këtë debatin politik, sepse ju njihni mirë pushtetin vendor. Keni qenë ministër i pushtetit vendor. Ne sot kemi bashki shumë të varfra, që kanë pak shërbime, madje ku gati 2/3 e borxhit paguhet nga ana e qeverisë. Pra bashki të cilat aq i kanë mundësitë. Po, në fakt kjo është një tema që është rëndësishme që duhet bërë. Pra, nëse një bashki është aq e vogël sa që aq i ka mundësitë. Që thotë aq taksa mund të mbledhin në territor, aq njerëz ka, aq kapacitet njerëzore ka, aq zhvillim ekonomik territorial ka, aq është mundësia dhe qeverisë. Dhe qeveria kur jep para nga buxheti i shtetit do thotë që i merr para taksapaguesve dhe ai jep një bashkie të saktuar. Po dhe mundësia e qeverisë apo e buxhetit të shtetit, i parlamentit për ta financuar është limituar. Në atë moment pjesë e pyetjes që ne do të bëjmë është mos ndoshta është më mirë që të gjejmë një mekanizëm më funksional se sa ky, se çështja është çfarë do ndodhi, kemi një plan çfarë ndodhi me këtë bashki mas një viti, mas 2 vjetësh, mas 5 vjetësh, dhe a do ketë mundësi, nëse ne kemi plan që themi kjo bashkia, po të bëjmë këto 5 punë në krye të 3, 4 apo 5 vjetëve do qëndrojë vetë fort në këmbë, atëherë padyshim të ecim përpara. Po nëse çdo tregues i mundshëm ne kemi thotë që nuk do ja dali kjo bashki të qëndrojë dot në këmbë, atëherë a mund të shohim një mekanizëm tjetër strukturor dhe funksional pa i hequr asnjë kompetencë, pa shkuar ke një logjik ndarje, shkrirje, bashkim, se nuk është një diskutim që duhet bërë sot ky. Por ne duhet padyshim të diskutojmë në mënyrë të sinqertë dhe të hapur për mënyrën se si e bëjmë një bashki funksionale për t'i ofruar shërbime siç duhet njerëzve. Dhe duhet të analizojmë, e ka problemin kjo bashkia funksional, do thotë ka të bëjë me mënyrën si funksionon bashkia, sa njerëz ka shumë njerëz, ka pak njerëz, ka mjaftueshëm staf, s'ka mjaftueshëm staf, e ka financiar, s'ka mjaftueshëm para, apo thjesht s'ka mundësi ekonomike. Por do të bëj një analizë që nuk është bërë. Po ky territor, a ka mundësi ekonomike? A ka mundësi që të funksionojë më mirë territori? Po mirë, atëherë a ka mundësi që neve të bashkëpunojmë, se në thelb
kështu funksionon edhe në një sistem të vogël. Njerëzit kur nuk e dalin vetë, bashkëpunojnë, krijojnë ekonomi shkalla, bashkohen me disa njerëz që kanë pranë njëri tjetrit dhe ja dalin pastaj të bashkëpunojnë punën e tjetër. Gjithsesi, ka diçka, për shembull, ne kemi vënë re, çfarë do bëhet me njësitë administrative, për shembull, është menduar se sot kryetari i njësisë administrative nuk zgjidhet. E mëron o drejtuesi politik, s'ka rëndësi i cili partije, po drejtuesi politik i qarkut ose kryetari i bashkisë. Ai nuk është i zgjedhur. Në fundit çelësat e kashtës ka. Tani, kjo është një pyetje shumë e drejtë dhe është një ndërtime që duhet bërë në mënyrën se si neve mund të kemi një nivel më të lartë demokracie dhe ndërveprimi midis njerëzve në nivel afër sa më shumë njerëzve. Një ndër parimet kryesore të pushtetit vendor, po që është një ndër parimet fakt dhe të Bashkimit Evropian, quhet parimi i subsidiaritetit, i cili thotë që duhet që çdo shërbim i ofrohet njerëzve në nivelin më të afërt të mundshëm ku mund t'i ofrohet. Por kjo ka dy pjesë. E para duhet ta ofrojmë shërbimin sa më afër i të mundur, por duhet ta ofrojmë diku që është e mundur të ofrohet. Dhe diskutimi është padyshim në mënyra se si zgjidhet një administrator apo si zgjidhet një i zgjedhur vendor, por duhet të lidhur dhe me sa fuqi ka ai për të ofruar shërbim. Pra, nuk është çështja, siç dikush ka çështjet e kashtës, se është i emëruar apo se është i zgjedhur. E thash në mënyrë figurative, jo, në mënyrë figurative po përgjigjem dhe unë. Nuk i ndron gjë mënyra se si i ka marrë çështjet e kashtës, përsa kur janë çështja kashte. Pra, thelbi logjikës është që ne duhet të diskutojmë për sërish e kthem ke kompetencat dhe ke elementet ligjor që lidhen me kompetencat. Dhe duhet të sigurohemi që në secilin prej niveleve ne kemi njerëz të cilët kanë një kompetencë qartë, kanë një detyrë të qartë dhe kanë mjetet. Dhe kur flas për mjetet, flas për njerëzit dhe burimet financiare të nevojshme për të realizuar detyrën që kanë për të realizuar. Cilat janë afatet kohore brenda së cilave pritet të realizohet kjo reformë, zoti Mazniku, duke patur parasysh se në vitin 2027 janë dhe zgjedhjet e ardhshme vendore? Tani, e nisët eksaktësisht nga pika e dur, në 2027 në zgjedhjet e ardhshme vendore, praktikat më të mira të Kongresit të Vendeve Vendore thotë që duhet që ne të synojmë ta mbyllim të paktën një vit përpara pjesën territoriale të reformës, që do thotë korriku i vitit 2026, ne duhet ta kemi mbyllur pjesën e territoriale të reformës në mënyrë që në vitin 2027 të hyhet në zgjedhje me sistemin e ri, nëse do vlerësohet nga ana e parlamentit për të pasur një sistem të ri. Më pas, sigurisht ka një diskutim që mund vijojë në raport me financat vendore dhe me kompetencat të detajuar, pasi të gjitha këto në çdo rast do të hyjnë në fuqi në vitin 2027. Që thotë, objektivi i komisionit është që ne deri në korrik, na edhe kemi kërkuar kur është bërë miratimi në parlament një afat 9 mujor pune, në korrik të kemi miratimin e fazës parë të kësaj reforme. Po me opozitën çfarë po bëhet? Në konstituimin e komisionit, Partia Demokratike nuk ishe përpos zotit Dule dhe zotit Axhinasto. Dhe kjo reformë do të kaloj me votat e opozitës, apo? Ne kemi treguar një seri elementësh të qartë që ne duam që këtë reformë ta bëjmë nëse është e mundur me numrin më të madh mundshëm të votave, përfshirë gjithë opozitën idealisht. Kjo është një reformë e cila nuk ndikon vetëm 2, 4 apo 6 vjet të ardhshme, është një reformë e cila nëse bëjmë siç duhet mund ndikojë në mënyrën se si Shqipëria zhvillohet në 30 vjet të ardhshme. Ndaj dhe bën shumë sens që ne ta bëjmë këtë gjë në mënyrën më të bashkëpunueshme të mundshme. Opozita kërkoi fillimisht që ne të kemi në këtë reformë përfshirjen e Kongresit të autoriteteve lokale në Këshillin e Evropës, është marrë një angazhim tashmë që një vendimet e parë të komisionit do jetë ftesa zyrtare ndaj këtij autoriteti për qenë në mbështetës në këtë reformë, kërkoi që të kemi antarësi të barabartë, pra barazi në numra midis majorancës dhe opozitës, kërkesë që u pranua nga ne, kërkoi më pas që të kemi bashkëkryesi të komisionit, kërkesë që gjithashtu u pranua nga ne në mënyrë sistematike. Që thotë, i kemi dhënë tashmë të gjitha provat e gatishmërisë nga ana e majorancës për të... Po, a jeni takuar për shembull këto kohë me përfaqësues të opozitës? Unë jam takuar me bashkëkryetarin nga ana e opozitës dhe besoj që në momentin më parë të mundshëm të kemi një seri takimesh formale
për t'i dhënë mundësi të gjithë palëve që t'jemi bashkë. Synimi im është që ne të krijojmë një komision I cili të punojë në të mirë të Shqipërisë, në të mirë të interesave të gjithë shqiptarëve në gjithë territorin dhe të bashkive të gjithë vendit, dhe idealisht të bëhet gjithë bashkë. Sidoqoftë, ky është synimi im, të cilin do vazhdoj ta tentoj me gjithë forcën time për t'ia dalë, por nga ana tjetër ne duhet të ecim përpara. Duhet të sigurohemi që në këto afate t'ia dalim, do të japim gjithë shanset e mundshme opozitës për t'ia dalë. Mazlinko, ju falenderoj shumë për kohën, ishe kënaqësi, do të jemi edhe herë tjera së bashku. Ishim me deputetin e Partisë Socialiste, njërësh edhe bashkëkryetar I Komisionit të Reformës Territoriale në këtë intervistë drejt për drejt. Ndërkohë, presidenti I Republikës Bajram Begaj konfirmon për mikrofonin e Report Televizion se javën e ardhshme do të ras përbetim antarin më të ri të gjykatës kushtetuese, Asim Vokshi. Kur do të rrisni për betim gjyqtarin Asim Vokshi nëse keni një plan të tillë? Por nëse do ishit pak më të vëmendshëm, edhe të kishit parë shpalljen publike, njoftimin për media që ne kemi bërë, do të bëhet javës tjetër. Mirë, ne kemi mbritur në fund për ditën e sotme, lajmet tona në koreali, gjeni duke klikuar në shqiptaria.com dhe programet tona në kanalin ton në YouTube Report TV. Ndajemi këtu, miru takosh. Pasditja në Report TV mundësohet nga Credence Bank. Hey, a keni filluar të përdorni Apple Pay? Nëse jo, ky është momenti të harroni portofolin tuaj. Tani gjithçka që do duhet është iPhone-i yt. Lehtë, shpejt, sigurt. Me Apple Pay çdo pagesë kryhet kështu. Credence Bank, personalisht për ty. A vuani edhe ju nga urinimi I shpeshtë dhe nevoja urgjente për të urinuar gjatë natës? A ndjeni presion në pjesën e poshtme të barkut? Vështirësi në fillimin e urinimit? Një rrjedhje e dobët dhe me ndërprerje të urinës dhe pamundësi për të zbrazur plotësisht fshikzën? Doktor, cilat janë shenjat e para që tregojnë se prostata nuk po funksionon